pasur momente prekse, le të themi, që keni thënë vetes si ka mundësi që akoma nuk kemi një ligj për krimet e komunizmit, për hapjen e dosjeve, që ju kanë ardhur njerëz, ju kanë thënë nuk po gjejmë dot eshtrat e familjarëve tanë, ose po themi ata që i kanë çuar drejt ekzekutimit ende nuk kanë marrë ndëshkimin e tyre. Kjo është pjesa më e dhimbshme, në fakt, Guri. Në ato 30 vjet askush nuk u dënua për krimet e bëra në komunizëm. Dëshpërblimi për ndjekurve nuk mbaroi asnjëherë, vazhdon ende sot. Ata nuk u integruan në shoqëri. Ende kemi të paktën mbi 4000 njerëz të pagjetur që familjarët presin që shteti të bëjë diçka. Dhe kjo është një nga ato plagët e mëdha që të bën shumë të reflektosh edhe pse jo të ulërasësh. Sepse Shqipëria nuk krahasohet me asnjë vend tjetër. Për ne kjo është shumë e rëndësishme, ne jemi marrë edhe më përpara në këtë çështje. Sot në politikë do e ngrem edhe më tepër. Është emergjente që eshtrat e të pushkatuarve pa gjyq të kthehen pranë familjarëve. Që gjithë dëshpërblimi për ndjekje politikë të mbyllet sa më shpejt, sepse janë mundësitë për të bërë këtë gjë. Por edhe të ketë studime të thelluara dhe të çohen para drejtësisë përgjegjësit e krimeve, sepse askush nuk e ka hetuar mekanizmin e dhunës. Në shkolla duhet mësohet për komunizmin. Sot në gjimnaze, në vitin e 3 të fundit, që studiohet vetëm 2 ose 3 orë gjatë gjithë vitit komunizmi dhe shumë për cifrazi, nuk flasin për krimet. Duket sikur i kalon një shekull të kaluar që ka kaluar thjesht pa vëmendje. Dhe mendojmë që dhe këtu duhet bërë diçka, patjetër. Domethënë e kaluara nuk mund të harrohet. Nëse ne nuk japim drejtësi, shoqëria nuk gjen shërim. Kjo është e sigurt dhe ka shumë për të bërë, por duhet nisim nga ato që janë më emergjente, që përmenda. Pra, e para do të jetë përfundimi i dëmshpërblimit dhe një sa më shpejt, sepse shumë për atyre që kanë vuajtur tashmë po vdesin, janë vitet e fundit të jetës dhe nuk po e marrin akoma. Dhe kjo është fatkeqësi. Kryeministri Berisha në një dalje publike deklaroi që unë i kam ofruar zotit Shehaj që të ishte kandidat për Tiranën dhe po themi të mos largohej nga Partia Demokratike. Pse ishte zgjedhja e Agronit? Sigurisht që ju nuk jeni personi që duhet pyetur, po nëse besoj keni diskutuar. Pse u zgjodh pikërisht që të ikte nga Partia Demokratike dhe të mos ishte një lloj këmbgulje brenda Partisë Demokratike që të ndryshoj PD-ja? Po. Tani zoti Shehaj e ka bërë të qartë që ikja nga PD-ja nuk ka ndodhur se nuk i dhanë atij postin që ai kërkoi apo i afruan. Iku nga PD-ja sepse humbi besimin që PD-ja të kthehet në një forcë fituese. Dhe kjo që ka thënë zoti Berisha fakton atë që ka thënë Agroni. Pra Agroni nuk e ka kthyer tani një pazar që më jep këtë të bëhem nën kryetar ose të bëhem kandidat për Bashkinë e Tiranës dhe unë të qëndroj të PD-ja. Pra kjo nuk është një çështje pazari, kjo ka qenë një çështje parimi. Në momentin që Shehaj pa në PD që nuk kthehej dot në një forcë fituese, që nuk po hapej drejt shoqërisë, që nuk po mësonte nga gabimet e së kaluarës, atëherë mori vendimin që të krijonte një forcë politike ndryshe, e cila të jetë një projekt politik afatgjat dhe të kthehet një forcë fituese sa më shpejt jetë e mundur. Pra kjo nuk ka qenë një çështje pazari më jep të t'jap, por ka qenë një çështje parimore. Dhe ajo që ka thënë zoti Berisha ka vërtetuar pikërisht atë që ka thënë vetë zoti Shehaj. Real qose pas zgjedhjeve të majit, qeverisja varet nga votat e deputetëve të Partisë Mundësia. A do ja jepni të Berishës për të ardhur në qeveri? Jo. Pra nuk është një përgjigje që mund të jepet thjesht me po ose me jo, në sensin që të duhen votat për të rrëzuar Ramën. Sigurisht që ne mendojmë që rrëzimi i Ramës është një emergjencë kombëtare, por kjo nuk do të thotë të zëvendësojmë një qeverisje të korruptuar me një qeverisje më pak të korruptuar. Ne themi që Shqipëria ka nevojë për një qeverisje të pakorruptuar. Dhe nëse votat tona do të shërbenin për një qeverisje të pakorruptuar, jo thjesht për të bërë një rotacion, po për të bërë një ndryshim, atëherë po ne do ishim të gatshëm që të bashkonim votat tona. Por ne nuk do japim votat tona thjesht për të zëvendësuar një të korruptuar me një më pak të korruptuar. Cilët nga partitë e reja e keni parë si një lloj konkurrenti, le të themi, apo thjesht keni konkurrent vetën dhe ju jeni
te pjesa që kam programin tim, kam idetë e mia dhe unë konkurrencën e kam me njerëzit dhe gjithë fushatën e bëj me njerëzit. Dgjoj, është shumë e rëndësishme të mësojmë edhe me idenë e një pluraliteti politik të gjerë. Pra ka shumë mirë që ka zëra të rinj. Në fundit Shqipërisë i ka munguar kjo. Kemi thënë që me dy parti mund të kishim stabilitet dhe një mirë qeverisje, por në fakt nuk ka ndodhur kështu. Dhe ne kemi parë deputet të opozitës apo të maggjorancës me dhjetra të cilët janë me met të kapur. Pa do ishte shumë mirë që në parlament të kishte edhe deputet të tjerë nga forcat të tjerë që janë të lirë të pakapur dhe që të flasin të vërtetat. Dhe ne urojmë fort që kjo të jetë një realitet i ri mbas zgjedhjeve të 11 majit, që të ketë deputet nga forcat të reja politike, por sigurisht forca politike që janë të vërteta, të pakapura, edhe jo thjesht shtojca ose projekte të qeverisë për të uzurpuar votën e opozitës. Meral, ju jeni babai një djali dhe bashkëshorti një gazetare. Pa. Sa e vështirë ose momenti që e keni diskutuar sigurisht familje, cili ka qenë mendimi i përgjithshëm, pra kanë qenë dakord që ti t'ishe pjesë e politikës, duke parë dhe ambientin në Shqipëri që është shumë e vështirë, që ndonjëherë ti gjendesh përballë një sulmi që s'është i vërtet, por mediat e amplifikojnë, portalet e amplifikojnë? Jo, sigurisht familja, bashkëshortja, prindrit, rrethi afërt familjar, gjithmonë ka një stepje. Pra, nëse vërtet unë mund të kisha mundësinë që të shpalosja potencialin tim, vlerat e mia në politikë, duke ditur se si bëhet politika në Shqipëri. Por në momentin që unë e kam marrë këtë vendim, kam pasur mbështetjen e plotë. Sigurisht, i vetmi shqetësim ose mund ta quaja problemi i momentit është që nuk kaloj kohën e duhur me djalin, i cili gjithmonë është mësuar që mbrëmjeve të shtrihemi bashkë, të flejmë dhe të tregojmë një histori, dhe ai nuk fle pa shkuar unë. Dhe unë shkoj aktualisht në orët e vona dhe në mesnatë dhe shikoj që më pret zgjuar vetëm për të treguar historinë e përnatshme. Dhe mendoj që ky do të një shqetësim për gjithë muajt të fushatës, po mendoj se do ta përballojmë. Dhe pyetja e fundit është, a besoni që Shqipëria në një të ardhme jo shumë të largët të ketë një politikë që mendon për qytetarët, për njerëzit, dhe jo një politikë që mendon vetëm për politikanët? Absolutisht po, ne mendojmë që një qeverisje e pa korruptuar, një qeverisje e modelit perëndimor, me njerëz të cilët kanë treguar se kanë realizuar diçka në jetë, është e mundur. Shqiptarët kanë një potencial të madh, janë njerëz ambicioz, kur është dhënë shanset dhe mundësia kanë shkëlqyer dhe duhet ta provojmë edhe këtë në politikë. Në fundit kemi provuar për 30 vjet, tani do të provojmë diçka tjetër. Meral, shumë faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi. Faleminderit.